Shkojmë ham mëngjes, all you can eat për vetëm 15 euro personi. Vendi ndodhet në Frankfurt, në qendrën tregtare Maizal, në katin e fundit. Është një restorant kafe me stil francez, e cila ofron mëngjese bufe. Kushton 15 euro e 40 cent personi nga e hëna në të shtunë, ndërsa të dielën rritet në 20 euro e 90 cent personi. Gjithashtu në çmim ishte i përfshirë edhe lëngu i portokallit dhe siç mund ta shikoni kishte një shumëllojshmëri djathrash, prosciutash, pra ushqime tipike franceze. Këtu kishte lloje të ndryshme ullinj, domate të thata, sallat frutash, kos frutash, kos të thjeshtë. Nuk mund të mungojnë patjetër as drithrat, vezët, patatet që gjermanët nuk mund të bëjnë dot pato, prosciutët i mosur, lloje të ndryshme salciçesh, qoftesh, si dhe pancakes. Që dhe mund ta dini, koncepti all you can eat është të hash sa të dhem mbi barku, kështu që ne zbatuam për pikëmëri këtë gjë. Dhe këto ishin pjatat tona, e filluam patjetër me lëngun e portokallit. Të gjitha ato që morëm na pëlqyen, kishin një shije shumë të mirë. Mund të dallohen dhe nga pjatat në fakt, që i kemi boshatisur ato që morëm. Unë mora të provoj këto pancakes, por duke qenë se kishin me reçel të thartë, nuk më pëlqyen dhe aq shumë. Ndërkohë Krena me si po priste që të hante ëmbëlsirën dhe patjetër e mori direkt pas 2 kafshatave bukë dhe i pëlqeu me të vërtet shumë ajo ëmbëlsira. Edhe unë në fakt me si po prista që të merja ëmbëlsirën, edhe pse isha mjaftueshëm me ngopur, por për ëmbëlsirën do gjehet gjithmonë pak vend bosh diku aty në stomak dhe do ta ham. Ishte me të vërtet jashtëzakonisht shumë e mirë. Ishte mjaftueshëm e freskët dhe ishte pikërisht ajo që më duhej pas atij mëngjesi të bollshëm që hëngra.